أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatut për shëndetjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve taala nga shpjegimi i librit Riyadu as-Salihin. Konkretisht sot jemi me një kapitull prej kapitulleve të cilët i ka pru autori, dhe ajo është mbikëqyrja e Allahut. Mbikëqyrja e Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelalu është një detyrim kur njeriu e bën që të kese kujdes në çdo vepër të tij, në çdo angazhim të tij. Se ndonjëherë ndonjë vepër neve në synin tonë na duket e mirë. Ne duke punu një vepër, na duket e mirë. Mirë po, kur nuk e kemi mbikëqyrjen e Allahut, sa Allahu na shën, Allahu na dëgjon, Allahu na shikon, atër njeriu mundet me devalvu nga sinqeriteti dhe vepra të cilën e ban për Allah apo e ban për lavdat të njerëzve. Andaj, në këtë kontekst, autori ka pru disa hadithe dhe fillimisht disa ajete kuranore. Prej ajeteve kuranore, autori i ka pru ajetin Suratu Shuara, ajeti 218 dhe ajeti 219. Ku thot Allahu tebareke ve teala në këtë sure, "Alladhi yaraka hina taqum." Allahu është ai i cili të sheh kur ti ngritesh, "Wa taqallubuka fi sajidin." Dhe ti kur ngritesh me fal namazin, Allahu të sheh. Pastaj një ashtu në suratul Hadid, ajeti 4, thot Allahu tebareke ve teala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Allahu është me ju kudo qofshi ju. Allahu është me ju me shikimin e tij, me dëgjimin e tij. Ndërsa me qenjen e tij Allahu te bareke nuk ka çdo kon. Andaj edhe këtu është një keq kuptim që Allahu as çdo kon me qenjen e tij. Hasha wa kalla, besimi i sunetit dhe xhamatit është që Allahu është mbi arshi ala me qenjen e tij. Ndërsa me sifatet, me cilësitë e tija, që do të thot me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me mbikëqyrjen e tij, Allahu është në çdo vend. Mirë po Allahu ju nderoft, Allahu nuk është në vendet e papastërta, në tualete, në vende ku Allahu nuk është razi, Allahu me qenjen e tij nuk është aty. Kjo është besimi i sunetit dhe xhamatit. Ndërsa grupacionet e devijuara mendojnë që Allahu është çdo kund me qenjen e tij. Ne besojmë dhe mendojmë që Allahu është me shikimin dhe dëgjimin dhe cilësitë e tjera të cilat i përkasin Allahut në çdo vend. Ndërsa si qenje, Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu e ka përkatësu vetveten e tij dhe ka thonë Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, mëshiruesi i cili është ngrit mbi 7 katë qiell. Allahu qëndron me qenjen e tij mbi 7 katë qiell, ndërsa neve Allahu na shikon nga lartësia, çashtu që i takon madhnisë atij xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Pastaj një ashtu ka pru ajetin kuranor surat Ali Imran, ku thot Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu në ajetin Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Allahu nuk i fshehet asgjë çka ka në tokë dhe në qiell. Pastaj në suratul Fajr ajeti 14 ku thot Inna rabbaka labil mirsad. Me të vërtet Zoti është një mend duke i prit, duke i shiku. Pastaj dhe ajetin e funit të surës El-Ghafir ku thot Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahu i din çka fshehin syt mashrues, don syt ku lëvizin, çat lëvizin Allahu e din.
wa ma tukhfi sudur, dhe shka ka në gjoksat e juaja, që do të thotë në zemër. Allahu e din. Allahu e din ti kur shkon me vizitu dikanin, a shkon fi sebilillah, a shkon ti me vizitue në shtëpinë e tij me këshir çka ka bën, çish e ka bën, ku e ka marr, ha? Ose i hip në kerr dikujna, ka e bani këtë kerr, çish e bani. Allahu edhe çet vëzhgim, edhe këta shka e fshin në zemrën tonë, Allahu e din. Allahu e din ti kur e këshir namuzin e dikujna. Allahu e din kur ti e fshi ata, Allahu këti din. E që kam mbikëshiri Allahu gjelle shanu o gjelle gjelaru ati kopsh mi fal. Andaj edhe njere përsëris në këtë kapitull mbikëshiri Allahu gjelle shanu o gjelle gjelaru është një kapitull i rëndësishëm ku duhet njeriu mi kuptu dy gjana. E para, me e pas parasysh që Allahu vazhdimisht e vazhgon, vazhdimi mbikëshiri Allahut. Sot në botë me bomi i këshir njerëzit kur nalmina për samafora apo shohna për rrjete sociale ku njerëzit duke dash me vjedh, për një moment e shohin kamerën edhe ndalen. Paramenone me pa kamerën Allahut vazhdimisht. Edhe ajo nuk i sozët rrima, nuk i sozët bataria. Ajo vazhgon vazhdimisht. Vazhdimi dhe mbikëqiri Allahut është vazhdimisht. E këtu është e lidhur vëllezër që njeriu me lidh me Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu gjithçka. Apo edhe kur ta bësh të mirën me di që Allahu e sheh. Ama edhe kur ta bësh të keqen me di që Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu e sheh. Andaj në këtë kontekst autori i ka pru këto ajete kuranore ku ka treguar që Allahu subhanahu wa taala e sheh njeriu në çdo vazhgim. E sheh Allahu njeriu kur është duke i lut ata. Se ka njerë në menena që Allahu nuk në sheh. Hasha wa kelle, keme nemi mangt. Mi po dikush nga brenga dhe mërzia që e ka vazhdimisht, menon që Allahu s'është duke e pa. Mërzitet. Thot Allahu s'po më sheh, Allahu s'po më nin. Mirë po Allahu të sheh dhe të dëgjon. Allahu sheh edhe të nin. Mirë po Allahu dëshiron prej neve vazhdimisht me pas sinceritet. Sa e kina për një me? Ne për punët e dënjojës, kur e lip në dikonin telefon, sa erja që ngrojna? Jo një, jo dy, jo tri, ndoshta edhe 10 herë. Pse? Qëllimi është që ne me arrit atë interesin të cilin ne e kina trokit derën e ti, e kina cingru telefonin e ti. Sa erë prej neve dikush e ban njerë një lutje, Allah s'më përgjeq. Ose 2 ose 3 edhe, Allah s'më përgjeq. Paramendon Allahu jo që nuk do me të përgjigj, po Allahu ka dëshirë ka njerë me pa atë vendoshmërinë ton, sinceritetin ton, e kina për një me qash kemi duke lip. E na të lip ma halal pasurien, e mi të lip shëndetin për me boj badet Allahun apo me idhnu Allahun. Allahu ketë këto i ka parasysh. Andaj Allahu subhanahu wa taala sheh dhe dëgjon çdo gjë. Andaj dhe mbikëqiri Allahu vëllezër është që njeriu mos me hub atë vëzhgimin e Allahut dhe vazhdimisht kime pas parasysh që Allahut sheh edhe ti me ndija ata në çdo veprim tani. Dhe unë edhe kur t'ja bësh dikuj me si. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, ka thonë wailul li kulli humazatin lumazah. Mirë para ata të cilët bëjnë me vazhgim të stive. Hini ki, dul ki, shkoj ki. Edhe çta Allahu e sheh, edhe këta Allahu e sheh. Andaj mbikëqiri Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu vëllazër është shumë e rëndësishme. Andaj autori e ka prur një ndër hadithet më të gjata edhe një ndër hadithet më kuptim plote ku këtë hadithet transmeton Hazreti Omeri radhiyallahu anhu, i cili hadith është i njohur për shumë prej muslimanëve, një hadith shumë e rëndësishme që duhet me pas secili në praktikën e vet. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që një ditë prej ditëve duke qëndruar me sahabët, ka ardhur një njeri me tesha të bardhura, me flokë të pastërta, nuk i shihet ndonjë xhurmë që ka ndonjë isharet të udhëtarit, mirë pa askush prej neve nuk e njefte. Që do të thotë, mu kanë flokë pastruar, mi pasën teshat e bardha, duhet mu konë venali që konë në xhami. Ama
Kitë këto i paskaj, kana i pastërt, kana me flok të pastërta, me tesha të bardhëra, mirë po prapë se prapë askush prej neve nuk e nje, sahabet u habitën. Ishtë diçka jo normale. Andaj, e këshirën se si pe ban vëzhgimin aji dhe pe shikon pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Aja filloj me vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Ja Muhammed, pase që ju afru dhe i vëndoj durt e tina të kofshet e ti, të kamët e ti, është ullë në diguj, edhe i ka vnue durt e ti mbi kofshet e ti, mbi kamët e ti, dhe ju ka afru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që këtu padash me nënshmua skanin, ku muslimanët kanë mungesë të edukatës në pranim edhe të ligjeratave. Për fat keqin, kur vim në xhami ne shpesher e shohna pamjen e xhamatit shumë të jo të këndshme. Nuk po du këtu ndoshta mu lëndu dikush prej juve, mi po kjo një realitet jo vetëm në xhaminë tonë, gjithë ka ku xhamati do komoditet, mu pështet, mi shli kamp, me këshin telefon, do sa ditët, këshin gjatë shmajt. Kjo kjo hadith tregon rëndësien e qëndrimit të njeriut i cili ka ardhur me kry një ibadet që është mësimi i fejes. Unë me mujt e baj zabran ketë pa muri baj xhamijat. Mu këfjell se i të folë për dishka të rëndësishme, mu kom për dishka prej biznisit të dunjohes, i hap në syt dhe vesh duke dëgju. Mirë për kur është interesi për botën e amshushme, në ka bo rutin, normalitet. Edhe kjo janë dëmi jonë, o vëllezër. Do ne pritëna me dëgju vazhdimisht. Ndërsa jemi në gjendje njëtët lojtë të futbollit, njëtët debate politike, njëtët kong, njëtët sene, i dëngjoj me etje. Sa interesant. Ndërsa ku tregon se si ishte qëndrimi i Gjibrilit i cili erë në syret të insanit. Tregon Omeri radiallahu anhu këtë hadith, Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili tha: një dit ishmi duke nejt me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Qëndrimi me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, sahabët e kanë shfrytzu, s'kan folë për muhabet dunjaje. Po edhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam me ta edhe hajgaren edhe muhabetin e ka pas si krypa në gjellë. Kanë qenë njerëzit të cilët nuk e kanë humbë kohën, pa në munu atë kohë të cilën sot ne e konsiderojmë të lirë, mu kanën shimë papare, e konsiderojmë të lirë, mirë po realisht njeriu ka mira pishman ditën e gjykimit dhe me ka thonë Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. O Allah, kthem edhe në dunjë të bëj vepra të mira. Hadithi vazhdon për arsye se është hadithi gjatë, nuk du shumë të ndali. Ju afru ki njeri në syret të insanit me flok të lagura, të pastërta, me tesha të bardha, i vnoj kamët e ti, gjujt e ti, ullë në gjuj, dhe ju afru Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i vendoj durt e ti, mbi kofshet e ti, mbi kamët e ti, dhe i tha: o Muhammed, më trego çka është Islami. O Muhammed, më trego çka është Islami. Kjo baza e fejes, që duhet me ditë si cili. Dhe i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: Islami jam me dëshmu Allahun një, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profet dhe pejgamber. Islam shka është? Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kushti i pari Islamit është që njeriu me hin këtë derë është me thonë shahadetin. Edhe me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Me dëshmu me thonë nuk ka Allah, nuk ka zot tjetër përpos Allahu që meriton mi bo ibadet dhe adhurim, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Këtu vëllezër, vetëm një sharim të vogël për arsye se mi duke jetu në kohën e problematikave të ndryshme, ku njerëzit dalin dexhall të ndryshëm, të cilët thot feja e shqiptarit është shqiptaria. Feja jonë është Islami. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wallahi, wa billahi, wa tallahi, mu ka me qallë me më të madhe se temën. Me thonën atë fjalë del prej feje.
ke kush ke, kofte edhe hoxha, edhe baba jem u konë. Ajo fjallë është dalje prej feje. Ajo fjallë nuk ka arsye. Ke kush ke. Edhe sot dexhallat janë shtue. E kemi na ato të shmendurin e Shkupit, i cili është i shmendur dhe budall, duhet mu trajtuaj me çun mjek, jo me i dhonën hapësirë mediatike. Ajo është i smut psikikisht, ka nevojë me çun doktor dhe me mojt në bardhovc, dhe jo me i dhonë hapësirë mediatike, se ne i smun vejnë shoqërien. Andaj nga kushtet e Islamit është tha, ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wallahi wa billahi wa tallahi, bemat mëdhoja nuk ka. Ai i cili mendon që dikush i cili nuk e thot shahadetin hin xhennet, ai nuk ka musliman. Edhe ju çdo që jeni në xhami, me menu që dikush i cili nuk e thot shahadetin hin xhennet, wallahi wa billahi keni boni negacion të Islamit, s'keni në xhennet. Se nga baza e Islamit ashhadu an la ilaha illa Allah është me besu që vetëm Allah meriton mu adhuru, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe pejgamberi tina. Nuk mund dikush tjetër marrë me mohue pejgamberllëkun e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam tha, nuk dëgjon ndonjë jahudi apo krishter për emrin tim Muhammed, edhe vdes ai në xhenjen e tij, vetë se do të jesë nga banorët e zjarmit të xhenemit. Kjo është besimi i sunetit. Kjo është besimi i sunetit, që kush vdes në jo islam, duke mos e pranu profeciën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i tillja kafir, jo musliman. Edhe këta duhet me nguju në kryen tonë, nuk është diçka dytësore, po është shumë e rëndësi. A ben koftë edhe baba hoxhës, edhe hoxha vetë, me e thonë një fjallë të tillë, del prej feje, nuk ka arsye. Vazhdojmë në hadithin e vazhdim. Pasaj tha, wa iqamus salat, dhe me fal namazin, namazja lidhjen me të robit dhe Allahut. Hazreti Omeri radhiyallahu anhu ka thonë, nuk ka hise në Islam ai i cili nuk ka namaz. Kushti i Islamit pas shahadetit dhe profecisë me besu që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i tij është që njeriu me fal namazin. Pastaj wa ita'u zakat, tha me dhonën zakatin, wa hajjul beyti wa sawmu ramadan, dhe me agjeru Ramazanin, dhe me dhon zakatin, dhe me shku në haxh kush ka mundsi. Pastaj tha sadakt. Ki njeri ja ban xhipi i thot, të vërtetën e ke thonë ja Muhammed. Ne u çuditëm po ta Hazreti Omeri, pe e pyet dhe po ja vërteton. Pastaj i tha, tregon çka është imani. Tha, imani është të besosh në Allahun, el imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa sharrihi. Tha, nga imani është me besu Allahun, me laçet e tij, pejgambert e tij, librat e tij, dhe me besue në caktimin, kaderin e Allahut, khajri dhe sherri. Unë këta është me besue nga Allahu të barë këtëra dhe dita e fundit. Pasaj i tha të vërtetën e thave. Këtu është qëllimi i këtij hadithit në këtë kapitull që e ka pru autori. Pa da shmu nalë, unë tha shumë e shumë. Tha të regom shka është ihsani, bamirësia, I tha, më adhuru Allahun sikur që eshe, edhe pse ti nuk eshe, a i ty të she. Me adhuru Allahun sikur që eshe, edhe pse ti nuk eshe, a i ty të she. Kjo është, do më dhëmë bikshiri Allahu të barë, kur ta bësh namazin, me e bo sikur Allahu me të pa. Ama edhe te pse ti nuk eshe në Allahun, di që Allahu është duke të vëzhgu dhe duke të pa, shkaj e duke lyp, shkaj e duke kërku prej Allahut, andaj mos e hub ymitin prej Allahut. Mbikshiri Allahut do në të thot, me lip prej Allahut dhe me utut prej Allahut njëti moment. Andaj tha, ta adhurosh Allahun sikur ta shohish, edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. I tha, të vërtetën e thave. Pasaj tha, tregon për shenjat e kiametit, apo tregon për kiametin. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, për këta as i pituri, as a i cili pyet nuk e di. As a i shka tu vet nuk e din, as a i shka zhduku vet nuk e din. Mos hakat me vet për kiametin kur ndodh. Atër i tha, tregon për shenjat e kiametit. I tha, prej shenjave të kiametit është
kur robresha ka me lindën zotriun e saj. Një gruje e cila robresh, robe, e lini njëri i cili bëhet zotni dhe se njas babas non. Edhe sot është duke ndodhur, baba e nona nuk njihet për fatkeqen. Pastaj tha, kur ti shish barit çobant kam zbarthur, të zhveshur, të cilët janë më herët, tha garojnë në ndërtimin e ndërtesave, dhe kjo është duke ndodhur. Sidomos në gadishullin arabik, bajnë tërka kush e ka ndërtesën, zgradën më të lartë. A është në Abu Dhabi ajo më e madhe, në Dubai, në Emirate, apo do të bëhet në Xhidde, apo do të bëhet atje domthon, duke garu kush e më të lartë. Kjo është për shenjave të kiametit. Pastaj shkoi ky njeri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veti Hazreti Omerin. Tha ja Omer, a din kush ishte ky njeri i cili deri tash më boni këto pyetje? Hazreti Omeri i rudhi krata, nuk e di ja Rasulullah. Tha kishte Gjibrili i cili erë më mësu ju e fejen. Kishte Hazreti Gjibrili i cili erë më mësu ju e fejen. Andaj në këtë hadith janë disa dobi. E para është edukata e mësimmarrjes, me nxon diturinë sidomos në shkollat tona, fëmijët e tonë. Pa dhe xhamati jonë në xhami kur të verë me pas edukat, mu ul me zon safin, me bojnë stikfar, mi ul në gjenjen e cile i takon një besimtarit, me pas edukat, me tesha të pastërta, me parfum, dhe me dëgju ligjeratën aty ku ki shkue. A ka i hoxha doktori shkencave islame, apo është vetëm medresant, apo është vetëm një njëri i thjesht, ti ki shku me boj ibadet Allahun. Tash i kapaciteti i hoxhës është në pikpytje. Dikush është lafazan, orator, di me kallxu, edhe është tërheqse, për ti është haloma mirë se përfiton, po do njonja i dop, ma i dop se xhamati. Bama ki unë jam prej atyre. Ama ti në gjendjen e të cilën kjo në xhamije në ibadet, do më vetëm ju përkështu dëgjimi të ligjeratës, pa e morë vesh hoxhën. Hoxha ma i dopti kushtimisht, ti jene ibadet në edukatën të cilën të e tregon e xhami. Ama, mos edukatë është në xhami me armi ishtë një kantë. Mos edukatë është me bo muhabet. Mos edukatë është me nxjerr telefonin. Mos edukatë është mos me mor një mesazh të hoxhës me praktiku gjatë javës. Kjo është mos edukat. E ky hadith na mëson edukatën e mësimit. Kjo vlen për juve në xhami. Kur ju jeni të sjellshëm në xhami, tash pa keq kuptime se më të thon juve, e kam përshtypjen për këtë musliman kjo vlen, atëherë kjo do të reflektojë në laxhën e mahallën tonë, në shtëpinë tonë, do të reflektojë në shkollat tona, ku mësuesët tonë, Allah i ruaj dhe ju dha shëndet, vëllezër të nderuar, të lashëm më të mëdha me kanë me fëmijët e tonë. Ja para disa dite mu lemru drejtoresha e një shkollës këtu tonës, dhe më tha hoxhi nderuar, ma ki mundësi të ta bëjmë mesazh tashti. Mi u thonë prinderve edhe nxënësve të kenë kujdes për pastërtinë e shkollës, me gjubre të gjujt kauça sene para shkollës në shkollë. Këtë mënë shka të regon? Këta nuk vjen as Stavja as Dragoni, këta vjen Ahmedi, Muhamedi, Besniki, Islami, Flamuri, kodi kushi, ne i gjujna, nuk ka ardhja banxhia. Kjo të regon mos edukat edhe në ambientet e xhamisë, edhe në ambientet e kojshive, mahallës edhe të shkollës. Dobi tjetër nga kjo hadith mësojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj ke atë çka dikush e vete. Andaj edhe këtu e veti Gjibril alayhis salam në syret të insanit, shkash islami, shkash imani, shkash ihsani, edhe ku ndodh kiameti. Katër punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tot katër pyetjet të cilat ja bani ju përgjigj kujt Gjibril alayhis salam. Edhe në këtë kontekst, pa dash me zgjat shumë, ne jemi të mbikëqyrja Allahu te barekuta në këtë hadith. Edhe autori ka pru këtë hadith të gjatë, ku e ka cekë dhe ka thonën en ta'bud Allah ka annaka tara. Kur e veti shkash ihsani, tha ma adhuru Allahun sikur që e sheh, edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Kjo është baza e çdo veprës tonë. Vazhdojmë inshallah në xhumën e ardhshme në shpjegime të tjera të haditheve. Lutë Allahun e madh që Allahu të na shtoje vëzhgimin dhe mbikëqyrjen në zemrat tona dhe vetëdijsimin që Allahu na sheh dhe na shikon. Lutë Allahun që Allahu të na falë mëkatet tona, na pastrojë zemrat tona dhe na bëjë nga banorët e xhenetit. Allahu shpëlbej për ndëgjimin dhe sabrin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.